Mbushen 81 vite nga çlirimi i qytetit të Vlorës. Me këtë rast, para ditën e kësaj të mërkure të 15 dhjetorit, në varrezat e dëshmorëve në Vlorë u mbajt edhe ceremonia e rastit, ceremonia përkujtimore e kthyer tashmë në një traditë. Një datë kjo e rëndësishme që përkujton dëshmorët dhe sakrificën e tyre në luftën për liri. Bashkia e Vlorës organizoi ceremoninë në varrezat e dëshmorëve, ku morën pjesë autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, deputeti Qarkut, pasardhës të veteranëve të luftës, familjarë të dëshmorëve dhe shumë qytetarë. Kjo ngjarje përbën një nga pikat kulmore në zhvillimin e luftës nacional çlirimtare, si dhe një nga momentet më të shkëlqyera në historinë e popullit tonë. Në këtë ditë të shënuar, autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, si dhe të politikës, janë përkullur me nderim dhe respekt ndaj ligjit atyre që nuk kursyen gjën më të shtrenjtë jetën e tyre për një Shqipëri dhe Vlorë të lire të begat, duke vendosur kurora dhe buqeta me lule në lapidarin që përkujton dëshmorët e atë dheut. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Elisa Lili tha se dëshmorët e kthyen Vlorën në një simbol të qëndresës në luftën për liri. Kryebashkiaku Halili theksoi se 15 dhjetori është një ngjarje shënuar historike për qytetin, ndërsa në mesazhin e tij shprehet se dëshmorët e atë dheut do të përkujtohen gjithmonë për sakrificat dhe emrin e mirë që lanë. Mësues të institucioneve shtetërore, të nderuar veteran, të dashur qytetar të Vlorës, bija të këtij qyteti që lindi lirin. Sot, në këtë ditë të shenjtë të kujtesës kombëtare, përkulemi me nderim përpara kujtimit të pavdekshëm të atyre që ngritën pushkën për atë dheun. Ata ishin njerëz të thjeshtë, por me shpirt të madh dhe me besim të pathyeshëm se Shqipëria do të ishte e lirë. Nga kjo tokë, nga këto brigje, u ngrit një zë që tronditi botën. Shqipëria është e shqiptarëve.
Ky është mesazhi i një populli që nuk pranoi të nëpërkëmbet, i një qyteti që u bë simbol i dinjitetit kombëtar. Lufta e Vlorës na mëson se liria nuk dhurohet, ajo fitohet, ruhet dhe përtërihet çdo ditë. Me punë, me përkushtim dhe me dashuri për këtë vend. Në emër të Bashkisë Vlorë, shpreh mirënjohjen më të thellë për heroin tanë. Për çdo familje që mbajti gjallë kujtesën e kësaj lufte dhe për çdo brez që e përcjell me krenari këtë trashëgimi. Le ta mbajmë Vlorën siç e deshën ata, krenare, e bashkuar dhe e lirë. Lavdi e përjetshme luftës së Vlorës, lavdi e heronjve të saj, roft Vlora. Kështu 81 vite më parë, Vlora u çlirua nga pushtuesit, një ngjarje kjo historike që përkujtohet edhe sot, ndërsa autoritetet më të larta, por edhe qytetarët i bëjnë njehon këtij momenti mjaft të rëndësishëm, duke u përkullur me nderim dhe respekt për veprën që lanë pas dëshmorët.